Janari i vitit 2026 duket se nis me një energji të fortë pozitive dhe yjet premtojnë mundësi të reja për disa prej shenjave të zodiakut. Planetet krijojnë një qiell të favorshëm, i cili ndihmon në marrjen e vendimeve të qarta, në rikthimin e motivimit dhe në hapjen e rrugëve të reja, sidomos për këto 4 shenja që do të ndjejnë ndryshime më së shumti. Gaforia. Një ndër të favorizuarit e muajit është gaforia. Për këtë shenjë, janari sjell një periudhë qetësimi dhe rikthimi në ekuilibër. Pas disa muajsh të lodhshëm emocionalisht, gaforia më në fund gjen qetësi dhe forca të reja. Vendimet për karrierë, shtëpinë apo marrëdhënie duken më të thjeshta, ndërsa prioritetet bëhen të dukshme dhe të mençura. Peshorja. Në një linjë pozitive lëvizet peshorja. Ata që përkasin kësaj shenje do të ndihen më të vendosur se kurrë. Yjet i ndihmojnë të vendosin kufi, të gjejnë qëndrueshmëri dhe të përqendrohen te ajo që është vërtet thelbësore. Planet që kanë mbetur pezull rikthehen në vëmendje dhe marrin formë, ndërsa peshorja ndjen rikthimin e harmonisë që e karakterizon natyrën e saj. Bricjapi. Në këtë listë nuk mund të mungojë bricjapi, një shenjë që gjithmonë përfiton nga fillimet. Janari për të është një trampolinë e vërtet. Sforcimet dhe sakrificat e vitit të kaluar fillojnë të shpërblehen. Në punë hapen mundësi të reja, projektet e nisura marrin hovë dhe në përgjithësi bricjapi shet rezultate të prekshme fal disiplinës të cilin e zotëron me natyrë. Ujori. Dhe së fundmi ujori, hyn në vitin e ri me ide të freskëta dhe me frymëzim që s'ka kufi. Ky muaj jep mundësinë të eksperimentojë, të dalë nga zona rehatizë dhe të ndërmarrë hapa që më parë ka menduar vetëm teorikisht. Kreativiteti është në kulm dhe ujori është i thirrur të i besojë instinkteve të veta.